6 qershor 2025 jemi këtu në Çerm dhe rastësisht, mi fjalë sepse unë publikova në mjes bashkë me Arianin që është rrit shpimi i Shalqinit nga 180-200 lekë, sot koincidoj që këtu është edhe 2 tregtarë që kanë ardhur direkt, masi kanë pa vitin kanë ardhur këtu. Ku në mbar ju? Mbar Pash. Nga të kam ti ju? Nga Laçi. Nga Laçi. Unë Peqini. Ti do marrësh Viktum Divjak më shaqit freskë. Zipajona Peqini jam. Sot me sa po merret? Sot po ngarkohet me 280 lekë. 280 lekë vjetër, shumë mirë. Hajde Kryesisht e ke për tregun e Për brendshëm. tregun e brendshëm, po. Jo për eksport. Ke pikën tate që Kam shet pikë, kam i dyqan që shes. shumë mirë. Keni ardhur këtu vazhdimisht ju? Vazhdimisht. E do vim ditë për ditë. Unë ju uroj Si keni tjetë sa më shumë çmimi punë, julla. sa më shumë prodhim dhe njerëz të tillë si Shëndet edhe je më i miri këtu i kësaj zone. Respekt. Shëndet. Respekt Ju valla. pafshim gjithë mirat. Punë mbar. Mbar pas. Sot jemi 24 qershor 2025. Ku ndodhemi këtu ne? Tu jemi Stamatic. Se do më thojnë mua, po ti nuk e di ku ndodhet, thot, po unë i them të ndodhemi këtu që ta kuptoj edhe njerëzit mi fjalë që mos thojnë. Gen që ka shumë mirë, kjo më the është dorë dytë, Kjo është mbjellë që në dhjetor në fakt. ëh. Dhe i kemi put kokën siç i bëjmë zakonisht, pastaj i lash krahun. Ëh. Dhe këtu ja siç është e shikon të lidhur, është bërë lidhja. Putje kokës prap, krau dhe ka vazhduar tash prodhimi prap nga herë për herë. Si vjet që çmimi i mirë, Jo, ka pasur goxha shpinë të mirë. ka pas shpim mirë. Po, po. Se pingroku mi fjalë ka qenë mirë. Do është domate që kërkohet. Maton i kishe me tomatin. Tomatin, Më po. thej që çmimi është i mirë. Po, për momentin është shumë i mirë. Kështu që unë sot erdha me ditë mirë, me fjalë sepse po të kisha ardhur para 11 majit dhe më të shoh këtu sepse ju socialistët na lat kështu. Gjithsesi ti punon si familje këtu. Po, po. Se Rafati ti Rafati ke mbyll gjitha. Po, po. Fillon sezonin tjetër gjithashtu. Data 20 filloi mbjellja. Mirë, dhe unë do t'ju uroj një sezon të bar edhe të shpresoj që njerëz të tillë me fjalë punëtor të mbështeten edhe nga institucionet tona shtetërore, jo njerëzit që rrinë hije, por njerëzit që punojnë. Gjithë mirat atë. Mirupafshim.